Për herë të 8 dështon zgjedhja e kryeparlamentares në Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë, si informat po e them dhe po e le këtu, Albin Kurti është duke negociuar me deputet nga partitë politike opozitare, të cilat kanë qenë më herët, për t'i bindur që ta siguroj votën në 61. Kjo, miq të dashur, është ajo çfarë është duke u tentuar të bëhet në kuadër të përpjekjeve për të krijuar institucionet e Republikës së Kosovës, tendencë për të bërë Braveheart koalicionin i cili sot nuk u duk, po këshyri ka Ylli Hoxha, i cili është panelisti i parë të cilin e prezantoi sonde. Ylli, kënaqësimet pas sonde. Faleminderit Sadri Ramagoja. Kënaqësimet pas sonde në studio, nuk u shpallën zgjedhjet. Faleminderit Lirim Mehmetaj, kënaqësi që je sonde në studio. Dardan Goshi, faleminderit shumë që je në studio në emisionin Debatyus. Po ashtu, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit shumë. Po besoj që më lën sonde me kry punën tëmë në studion time të emisionit tim Debatyus. Studio është e popullit përnesër. Në fakt, e popullit. Licenca është nacionale, frekuenca nacionale, lutem shumë. Debatyusi është i popullit. Debatyusi është i popullit, e studio është i imja. Leri Mehmetaj, pse 8 dështime për me zgjedh kryeparlamentaren? Po, okej, që duhet një analizë në disa Po du me nivele. nisë me ty. Ira është pishmon. Po du me nisë me Viktor. Hajde, okej. Viktor, nuk ki përpuzje me emnin hiq me qka ka ndodhë sot në parlament. Jo, fakt. Dështim, Viktor. Qa mi bo? Dështim burzhale, vazhdo. So konsultu me mu se i kishë bo në umrat mëti. Unë menoj që është dështim i qëllimshëm. Albin Kurti, duhet me thonë trup, është duke e përdor Albuliana Haxheun si mburoj ndaj vetës për mos me hynë në afate kushtetuese, sepse nëse zgjedhet kryetari i kuvendit, atëherë sigurisht që i ka 14 ditë afat për ta bërë qeverin dhe unë nuk mendoj që ka siguri për numra. Prandaj është duke e ditë që zonja Haxhiu nuk votohet dhe për këtë arsye është duke tentu në mënyrë të vazhdueshme që t'i gjejë numrat të tjera ka për qeveri dhe është duke ble kohë. Pritit e mia kanë qenë që nuk kanë me kandidu fare askend, duke shty këtë situatë, mirë po tash këta më kanë befasu që e kanë gjetë një kandidat, ai kandidat është gjetë për të mos u votu, edhe jo për të votu. Dhe koha po e dëshmon tentativat e vazhdueshme, po e dëshmojnë këtë. Unë mendoj se nuk do të zinden në këtë strategji, në këtë mënyrë që janë të shku, nuk do të zinden numrat dhe ne na presin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pos nëse kemi një koalicion që Ylli e ka quajtur Braveheart, unë mendoj që edhe unë mendoj që koalicioni i tillë krijon stabilitet politik, është qeveria e vetme që do të kishte mandat 4 Ja keni nisë me kërku. 4 vjeçar, unë kam thonë gjatë zgjedhjes disa Ja keni nisë me kërku. Unë gjatë zgjedhjeve kam thonë disa historia. Koalicion të moshën kur janë pyet. Zot qysh përsëritet historia, pej një njerëz në studio të më thonë jo demarkacionit në kthehen për 4 muaj, 5 muaj pro demarkacionit. Jo, e ki